Dita e Verës është një nga festat më të vjetra në traditën shqiptare, një festë e cila lidhet me natyrën dhe me ardhjen e pranverës. Edhe pse festohet në të gjithë Shqipërinë, Elbasani është qyteti që e ka ruajtur më fort këtë traditë. Dita e Verës e ktheu Elbasanin si çdo 14 mars në qendër të vëmendjes me aktivitete të shumta. Është fundjava e Elbasanit kjo në fakt dhe kulmon me një sër aktivitetesh. Gjatë ditës së nesërme gjithashtu do të kemi aktivitete të ndryshme, ku ndërtohesh edhe Randa Libohova dhe një sër këngëtarësh të tjerë, por do të kemi dhe retro në Elbasan. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi pasur një zhvillim ekonomik të mirë gjatë kësaj jave dhe patjetër ka ndihmuar shumë mirë në ekonominë e qytetit. Lokalet janë gjithashtu të pronotuara. Gjatë gjithë fundjavës dje sot restorantet, gjithashtu hotelet në Elbasan ne i kemi rekomanduar në fakt të gjithë miqve atyre të cilët na kanë pyetur apo dhe miqve të qytetit, kemi rekomanduar zonën e Treganit, është një zonë afër Elbasanit, ku janë edhe lixhat, aty kemi kapacitetet tona të mëdha hotelerike dhe aty në fakt ka pasur edhe aty shumë vizitorë të cilët kanë zgjedhur të Elbasanit, jo vetëm qytetin, por edhe periferinë. Me ngjyrat e shumëllojshme të luleve, me aromën e ballokumeve dhe koncerte të shumta muzikore, Elbasani e tregoi edhe një herë tjetër përse është zemra e kësaj feste. Elbasani bukur, Elbasan. Gëzuar të gjithë, po. Ne kemi ardhur nga Vlora për ta festuar ditën e verës. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar ditën e verës. Nga vini sot? Vim nga Durrësi. Se keni zgjedhur pikërisht vini në Elbasan? Se këtu festohet më bukur. Nga Italia. Vini çdo vit këtu? Ky është viti i parë. Si u duket atmosfera? Shumë bukur. I ruajnë, po kanë humbur, nuk janë më si dikur. Janë zbehur pak, tani janë bërë më moderne. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Gjithmonë kam dashur ta festoj. Edhe kemi 4 vite që vim këtu edhe shumë bukur. Nga vini sot? Nga Tirana. Vim ka silën nga Greqia, çdo vit vim këtu. Po si kësaj herë nuk kam parë të tillë feste. Erdhëm nga jashtë dhe shumë bukur. Në herë parë që vin në Elbasan, nuk jam nga këtu, jam nga Dibra, po më pëlqen shumë festa këtu. Gjithmonë bollokumet, çohemi që pikë mjezit verore në dorë, dalim që shohim karnavalet. Dita e Verës është simboli i fundit të dimrit dhe fillimi i një stile të re, plot gjallëri dhe shpresë. Por në Elbasan, Dita e Verës është më shumë se sa një fest. Ajo është traditë që lidhet me historinë, kulturën dhe identitetin e këtij qyteti.